pervers që ky në fakt mashtroi Nikolon kur i tha që unë nuk e kisha të drejtën për ta treguar atë që kishte në kutinë e Pandorës. Kjo qëndron pas Ledioni tha ti nuk ke të drejtë. Por ajo çfarë mirë i tha Ledionit në prajmin e parë 1 muajve kur hapi edhe kutinë e Pandorës, i tha edhe nëse do ta kisha të drejtën për ta treguar këtë informacion që unë mora se si e ka parë babai Selin në raportin ton, unë nuk do ta tregoja tek publiku, tek banorët dhe do ta mbaja për vete. Por ndërkohë mbrëm Nikol, ai i tha në një bashkëbisedim se duket se kur Miri kërkon të rekrutoj një banore të re, se nuk bën dot lojra pa këto situata, pa këto thyrje tabush, është padyshim një tabu kjo që po ndodh për herë të parë në Big Brother që një burr i martuar në moshën e Mirit të ketë ndjenja edhe kërkoj që t'i shfaqë edhe personin tjetër 23 vjeçar siç është Selin që ka ndjenja për të. I tha Nikol që unë edhe nëse do ta kisha të drejtën për ta thënë, do ta tregoja, ndërkohë që mashtroi edhe nuk e tha të vërtetën se aso kohë Ledionit i tha edhe nëse do ta kisha të drejtën nuk do ta tregoja. Pra i kërkon tani më me do emoci të aveshi ndjenjën që ai ka edhe Selin. E bëri në atë bashkëbisedimin që kishte javë më parë me Juelën, duke i thënë ti si femër, i tha, a e kupton që kjo vajzë nuk po ndjet mirë me Gimbon, a e kuptojnë që kjo nuk po ndjet mirë si femër dhe donte të kuptonte ndjesitë e Selin. E ndërkohë me këtë të dytën që po qarkullon nëpër shtëpi që Selin e paska prekur, ndërkohë që të dy ranë dakord që nuk janë prekur